ka njësër arsyesh dhe kërkesash të tjera, por ajo çfarë vlen të theksohet është se ka patur një protestë paqësore dhe ka qenë historike për vetë natyrën se si është organizuar dhe se si është udhëhequr kjo protestë, pavarësisht disa ditëve të cilat kanë përkuar edhe me mbledhjen e qeverisë pra ose edhe të deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë, ka patur disa përplasje mes protestuesve dhe policisë, por kanë qenë, mund të themi, sporadike, për shkak se gjatë çdo mbrëmje më pas është zhvilluar kjo protestë pa patur asnjë incident dhe pa patur asnjë përplasje, por kanë qenë qytetarët të cilët në fakt kanë dhënë mesazhet e tyre në foltorën që është ngritur përpara kryeministrisë, duke kërkuar dhe duke dhënë njësër kërkesash ndaj qeverisë shqiptare. Pavarësisht kërkesave të dhënë nga këta të fundit, në fakt reagimi i vetë kryeministrit të Shqipërisë ka qenë duhet thënë inekzistent, ka patur disa reagime të vogla, por që kanë qenë të papërfillshme nga ana e këtij të fundit, sa i takon edhe kërkesave që janë drejtuar ndaj tij, por normalisht edhe ato se çfarë kanë kërkuar këta të fundit, pra kryeministri i ka marrë si të papërfillshme dhe nuk i ka marrë për bazë. Në fakt, protesta vijon, nuk do të ndalet pavarësisht temperaturave që kanë qenë jashtëzakonisht e larta, duhet thënë, afërdita dhe ka patur një pjesëmarrje pavarësisht se nga ana e qeverisë shqiptare, deputetëve të Partisë Socialiste